Po ju pyes, do ta merrni apo jo? Zonja Topalli? Po jepja me aty diskutojmë gjithë apo diskutojmë. Nuk ju përmendi emrin, nuk ju ka përmendur. Nuk ju ka përmendur zoti Berisha. Zoti Ervin Hoxha për replik, më pas zoti Berisha për replik. Më pas zoti Berisha. Zoti Ervin Hoxha ishte përpara. Faleminderit kryetar. Ishte para. Tani dy gjëra po t'i them zoti Blushi, sepse ti e kruajt e veshin me një ish ministër të brendshëm që ka pak më shumë informacion për shkak detyrës që ka pasur. Tani ti dhe Partia e Rimit nuk më bën mu do të pis, as me të gjallë, as me të vdekur. Unë jam i votuar në njësi numër 1 me 20.000 vota dhe e kam për krenari që përfaqësoj Partinë Socialiste, se vetëm kjo parti e çon Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Dhe e treta dhe e fundit, që është dhe më e bukura, tani ora është 11:35. Tregoj pak parlamentit shqiptar çfarë të shkruan ish kryetari partisë tënde dhe ti shkon dhe kap gazetarët, po s'kam çfarë të bëj, më shkruan ai dhe unë duhet flas në parlament, duhet shaj dikë. Faleminderit.